Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse flini në krahun e djathtë, duhet urgjent ta dëgjoni këtë. Gjumi i mjaftueshëm është i nevojshëm për të na bërë të ndihemi mirë fizikisht dhe mendërisht. Për fat të keq, nuk mjafton thjesht të bëjmë disa orë gjumë çdo natë. Ato duhet të jenë të mjaftueshme në mënyrë që rikuperimi të ndihet në trupin dhe në mendjen tonë. Mënyra se si flini mund të përcaktojë se si trupi juaj do të ndihet ditën tjetër. Mund të ndikojë në të dy nivelet e energjisë dhe gjërat që ndodhin brenda trupit tuaj. Por diçka është e sigurt, duhet që të keni shumë kujdes kur zgjidhni mënyrën se si flini. Nëse deri mbrëm keni fjetur në anën e djathtë të trupit tuaj, pasi ta dëgjoni këtë, me shumë mundësi do të ndryshoni pozicion menjëherë. Nuk e themi ne, por në fakt e provon pikërisht shkenca. Nëse her pas here vuani nga luhatit e energjisë gjatë ditës, ka shumë të ngjarë që të keni të bëni me mënyrën se si flini gjatë natës. Arsyeja mund të jetë kaq e thjeshtë, të fjeturit në anën tuaj të djathtë. Këtu ju do të mësoni disa shpjegime nga hulumtuesit se pse mund të jetë një ide e mirë për të filluar të shtriheni në anën tuaj të majtë. Rezultatet e studimit janë publikuar në gazetën klinike gastroenterologjike të Suecisë. Përmirësimi i tretjes. Të shtriheni në anën e majtë bën më të lehtë që lëngu i stomakut të rrjedhë në ezofag. Në qoftë se jeni të shtrirë në anën tuaj të majtë, tretja juaj do të funksionojë më mirë. Nëse ndonjëherë keni pasur probleme me stomakun tuaj, është veçanërisht e rëndësishme që të zgjidhni anën e majtë mbi të djathtën. Më mirë për zemrën. Arteria më e madhe e trupit aorta kthehet në të majtë, që do të thotë se ndihmon qarkullimin e gjakut në qoftë se ne flem në anën tonë të majtë. Nga ana tjetër, nëse flini në anën tuaj të djathtë, do të rezultojë në një qarkullim më të dobët të gjakut. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se heqja e presionit të shpretkës ndodh në qoftë se ju flini në anën tuaj të majtë. Shpretka gjendet gjithashtu në anën tuaj të majtë, është e ngarkuar me pastrimin e gjakut dhe nga ana tjetër largimin e mbetjeve. Fjetja në të njëjtën anë në të vërtetë e lehtëson punën e saj dhe gjithashtu nuk e pengon atë. Më mirë për trupin tuaj në tërësi. Si rezultat i stomakut dhe pankreasit i cili gjendet në anën e majtë të trupit, i gjithë sistemi funksionon më mirë nëse ju shmangni gjumin në anën tuaj të djathtë. Stresi i përditshëm ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze me shëndetin. Ndaj orët e pushimit të natës duhet të kthehen në prioritet për çdo që ka orë të lodhshme pune. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të zjera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe njëkohësisht siguron qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe gjithashtu pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe gjithashtu një shkop me kanellë. Përgatitja. Së pari ju duhet që të prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni atë të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulesë.
Shtojini pak kanellë dhe pijeni pak para se të shkoni për të fjetur. Më pas, frutin e mbetur ju mundet që ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe njëkohësisht e dobishme. Një pije magjike për gjumin. Nëse vuani nga pagjumësia, atëherë ju duhet që të provoni këtë përzierje me qumësht dhe me mjalt. Ajo është ilaçi më i mirë për gjumin. Mjafton vetëm që ju të pini një gotë me ujë para se të shtriheni dhe do t'ju zërë gjumi në më pak se 1 minutë. Mjalti dhe qumshti janë përdorur gjithashtu si kura natyrale për pagjumësinë. Të dy përbërësit janë shumë të mirë, por në qoftë se ato bashkohen, japin një efekt të menjëhershëm. Mjalti gjithashtu arrin që të stimulojë edhe lirimin e triptofanit në tru dhe përpasoj do t'ju ndihmojë ju që të flini gjumë më shpejt dhe pa mundime. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë mjalt, një gotë qumësht, një pikë ekstrakt vanilje. Përgatitja: ngroheni pak qumshtin, por mos të zieni. Hiqeni atë nga zjarri dhe hidheni në një gotë. Shtoni vaniljen dhe mjaltin. Pjeni me ngadalë dhe shkoni më pas që të flini. Shumë persona të cilët kanë çrregullime me gjumin dhe kokën e vënë në jastëk pas konsumimit të tabletave dhe preparateve të ndryshme të mjekësisë industriale, tani nuk kanë më nevojë që të mbushin shëndetin e tyre me helme pasi vjen një përzierje natyrale e cila garanton një gjumë të qetë. Është fjala pikërisht për përzierjen e qumshtit me mjalt. Pagjumësia mund të shërohet përmes të rrugëve natyrale pa përdorur as edhe një lloj tableti. Qumshti dhe mjalti janë një ilaç hyjnor kundër pagjumësisë. Një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt është receta ideale kundër pagjumësisë dhe nëse pihet para gjumi, ajo do të japë efekte befasuese për shëndetin. Në qoftë se ju do të ndiheni të uritur para se të shkoni në shtrat, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate siç janë buka integrale, produkte nga mielli apo farëra të cilat mund t'i kombinoni me mish gjeli, tunë dhe jogurt. Persona që lëngojnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos në fundin e ditës, të shmangin djathtrat e fortë, peshkun e thatë, të kriposur apo të konservuar, sallamin, mishin e thatë, lakrën e thartë, trangujt e konservuar, ullint, çokoladën dhe spinaqin. Ushqimet e përmendura përmbajnë tiramin, molekula e cila liron noropinefrinën, stimuluesin e trurit i cili na mban në zgjuar. Kafeja dhe alkooli nuk është e nevojshme as që të përmenden. Në vend të antidepresivëve dhe gjëra ndihmëse për gjumë, ndryshimi i kombinimit tek ushqimi në vaktin e fundit do të ndikonte pozitivisht në cilësinë e gjumit. Borziloku dhe sherebela ndikojnë krejtësisht ndryshe nga melmesat e tjera dhe kanë një ndikim tepër të butë dhe qetësues. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!